Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama gjatë vizitës së tij në Vjenë është përfshirë në një incident me diplomatin e misionit shqiptar në OSBE Egin Ceka. Duke folur para diplomatëve në Akademinë Diplomatike në Vjenë, Rama kundërshtoi propozimin e kryeministrit për t'u dhënë mundësi emigrantëve shqiptar të votojnë për zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit prej vendeve ku jetojnë. Argumenti i kryesocialistit se trupat diplomatike si përfaqësues të pushtetit do t'i vjedhin zgjedhjet është kundërshtuar prej diplomatit Ceka si një qëndrim thyes ndaj shërbimit diplomatik dhe imazhit të Shqipërisë. Pas këtij debati të tensionuar, Rama ka kapur për veshje Ergin Cekën, duke shkaktuar sipas agjensive të lajmeve një incident me diplomatin Ceka. Zëvendës ministre Edith Harxhi shpjegoi se incidenti ka ndodhur në përfundim të një takimi ku Rama ka kundërshtuar propozimin e kryeministrit për t'u dhënë mundësi emigrantëve të votojnë për zgjedhjet e 23 qershorit. Zoti Rama ka reaguar në mënyrë mjaft agresive dhe ka përdorur dhunë fillimisht verbale dhe më pas dhunë fizike, e cila fatkeqësisht ka rezultuar në një konflikt të hapur midis të dy palëve dhe ky konflikt të shpërndar nga të pranishëm në sallë rreth 100 prej tyre, por edhe diplomatë të huaj që kanë qenë aty brenda. Dhuna verbale ka vazhduar dhe mëtej duke i kërkuar zotit Ceka që të dalin nga salla, madje dhe duke përdorur fjalë të cilat janë të padenja për çdo qytetar shqiptar, karshi apo le më tepër më pas për një kryetar të një partie politike në Shqipëri, karshi diplomatëve shqiptar. Natyrisht Ministria e Jashtme e Shqipërisë dënon shumë rënd këtë akt, është një akt i paprecedent. Një akt i tillë i dhunshëm, sipas zëvendës ministres, kërcënon edhe vetë imazhin e Shqipërisë në botë. Harxhi shpreu bindjen se i gjithë trupi diplomatik shqiptar i ndodhet pranë diplomatit Egin Ceka.